mirë se vini për herë të 30 në 2984. Po, mirë se të gjetëm. Në emisionin e vetëm, i cili është aq i mirë sa që nuk mund të bëhet më mirë. Ai egzagjerove çik me thënë drejtë. Se flak fare. Ka gjithmonë vend për më mirë me thënë drejtë. Dëgjoni, më vjen keq, por nuk mund të kërkoni ndryshime edhe të thoni që ky emision mund të bëhet më mirë. Hapni syt o Gerti o Besi o Vëllezër o Motra Vëllezër, hapni syt. Ky emision ka arritur maja ke madhe. Ana nuk ka dot unë se ta pënën duhet jesh shkencëtar. Je shkencëtar di Besi, je shkencëtar di Gerti. Jo, ti po çepe atena allora enter the fucking shit. Dakor, na fal. Besi Gerti, përpara se të fillojmë atë që do fillojmë, si falenderim dua të fillojmë të falenderojmë Ozon Electronics, të cilin mund ta gjeni në disa pika në Tiranë, mund ta gjeni siç e kam thënë, në mbikalimin Ozon në Astir, në Xhamllik, te Medresian, tregun elektrik dhe së shpejti dhe në Sauk. Po, do hapim pikë të re në Sauk, sepse ju kam thënë, Ozon Electronics i trajton klientët si familje dhe ja, prandaj nga që i do shumë mos të lodhen çojnë nga Sauku të vënë te Xhamlliku për shembull, ja bën pap mund në Sauk aty edhe. Kështu që urime Ozon Electronics për dyqanin e ri, urojmë sa më shumë suksese, jam i bindur do keni sukses, nuk keni nevojë për urimet tona, gjithsesi e kemi për detyrë t'ju urojmë dhe t'ju falenderojmë që sponsorizoni këtë emision. Merr frym. Ku ndodhemi përsëri, mbaruam me Ozonin, mund ta hiqni, ja ku ndodhemi përsëri, mu në mes të shitit. Dale se sa filluam. Si kaluam kështu me një, si. Është shprehje frazeologjike, sepse ne gjithmonë në mes të shitit jemi. Domethënë mes lajmeve të ndodhive dhe sigurisht mes fushatës. Po bra, po, se po i vjen fundi fushatës duhet. Çfarë kemi ndonjë që nga fushata ndonjë të re? Kemi disa gjëra. Si fillim, dua të sjell në vëmendje faktin që këtë javë kemi pasur festën e 1 majit, pra ditën e punëtorëve. Pra, çik më hare, jo kaq serioz, se është festë. Është faktikisht protestë, po hajde. Para shumë që sollen në vëmendje se duhet folur. Po, lumsi ata që kanë festuar duhet të thënë. Çka ka? Prandaj, normalisht që do nisim me një lajm që ka të bëjë pikërisht me punëtorët. Po ka lezet. Siç e do zakoni. Paga minimale u rrit në të gjitha vendet e rajonit në 2025. Në Shqipëri ende mbetet me ulta dhe surit fare. Sa lajm i bukur. Kështu që gëzuar 1 majin punëtorëve të Kroacisë, të Slovenisë, të Maqedonisë Veriut, të Kosovës, të Malit të Zi, ne këtë morëm. Ne as festuam asgjë. Punëtorët shqiptar nuk kanë as aftësi fucking arsye për të festuar. Mos ta ul kaq shumë tash po. Po bra, na iku dhe një fest dëm do të thënë. Bëjmë ditë proteste në apo s'ka. Gjithsesi. Prit. Ti kemi fushata sepse populli i jetur për lajme nga fushata. Mezi po presim. Kemi një lajm të freskët në fakt që vjen nga i dërguari ynë në KQZ. Pas ke vetë dërguar. Në pozitivitet. Përpara se të vazhdojmë, ç'është KQZ? Komiteti Qendror i Zgjedhjeve. Okej, thashë me KQZ, tingëllën keq. Nuk e di unë. Bërinë rreth 110.000 flet votimi nga diaspora. Erdhi Çinçja e parë. Thonë që priten edhe të tjerë, edhe janë gati 300.000, sigur thonë apo? Imagjino. Brenda atyre zarfeve janë vota që tashmë janë hedhur. Janë vendosur. Po, kanë Pyetja që më lind mua në mënyrë krejtë pafajshme është kjo. Who the fuck kush dreqin? Where the fuck? Ku ruhen ato vota dhe për më tepër kush i ruan aty ku ruhen? Po ç'o duhet ty një ku ruhen ato? Normalisht KQZ-ja që sapo përmendur. Po i ruan këta rojtarët e KQZ-s. Po ata janë. I ruajnë rojtarët e KQZ-s. Okej. Rojtarët e KQZ-s kush i ruan? Mos i tash po kjo. Do shkosh tani. Po ç'është? Më thonë që kanë vënë kamera, i monitorojnë çdo gjë 24 orë online. Po pra është online. Kështu thonë. Është online. Po. Kristo që pane, tani mund të vdesi qetë. Po pse kishe frikë mos i vjen? Tani që është online mund të vdesi çdo domet, tani që gjeta paqe, gjeta sigurisht. Merri ndjenjë si gjendje Nirvana këtu në gjoks. Shumë mirë për kur ma futi njëri në gjoks. Ka që merakosur ti për këtë gjë. I vetmi problem që kam tash që u qetësova janë hakerët iranian. Mos na ndryshojnë videot, na bëjnë një zarar. Na vënë një fotografi thonë. Ngelen problem ta hakerët. Ata sigurisht janë qetësuar toko. Po janë qetësuar ata se shqetësuar Gent Progni që është haker për vete. Po futet Gent Progni të bëj namin. Nxjerrin këtë doj fitus. Mos folash për Gentin tash. Këtë doj. E përshëndesim Gent Prognin edhe të flem të qetë atëherë dhe kalojmë në lajmet tjera. Tani që po afrohet edhe fundi, fushata sa vjen dhe bëhet më nxehtë. Tekstualisht është data sa i bie sot, sa maj është, dhe është 96 gradë. Sigurisht jemi nga Arabia Saudite. Po nuk ka lidhje me këtë. Premtimet sa vinde bën më të realizueshme dhe më të prekshme. Këtu ishim në votim. E nisim me një pasqyrim të fushatës, duke filluar nga Partia Socialiste. Para sa ditësh, Rama ishte në Vlorë, ku i foli gjithë grave të Vlorës dhe gjysmës së burrave vlonjac. Po pse gjysmës? Pse gjysmës së burrave? Çfarë do të thotë? Sepse po
kuotoj Ramën, po citoj Ramën, gjysma tjetër janë çyrik. Mo me këtë muhabet tani. Kështu tha vetë mor, kryeministri. Po ti me fjalët e kryeministrit pason tani. Shiko, merremi me lajmin ne. Ora, vazhdoj me lajmin çfarë thanë. Vazhdoj me lajmin. Po që e tha, po vazhdoj me lajmin. Edi Rama, se ka shumë. Para 12 vitesh ishim të prapambetur gati sa Afganistani. Sot kemi mundësinë e Bashkimit Evropian. Shumë krahasim i gjetur që nga ky. Sot direkt në BE po të duam e pas kemi si mundësi qenga domethënë, që sot. Dgjoj, ai ka pak të drejtë. Para 12 vitesh ne kemi qenë, është e vërtet njësoj si Afganistani. Kurse sot kemi mundësi të futemi në BE. Vetëm se mundësitë për të futur sot në BE janë njësoj sa mundësitë e Afganistanit për të futur sot në BE. Të barabarta. Dhe çiku keq akoma po. E mo mirë tash shiko se ai nuk e ka thënë sot. Po, e ka kështu. Se ka thënë sot, po si e ka thënë? Sot nesër. Sot për pas nesër. Po gjithsesi kjo nuk është asgjë përpara premtimit që ka bërë për rrogën e mësuesve. It was fucking hilarious. Dëgjojeni vetë se po ta them mund duket sikur tallën s'do mbesoni, do të them Europë shtëpisë do mbesoni prapë. Prapë me rrogën e mësuesve, çfarë? Dëgjoj. Dhe te mësuesit paga mesatare ka vajtur 9.500 euro dhe plani ynë është që në Shqipëri 2030 të jetë 1.200 euro. Pra, mësuesit e pas kanë pasur pagën mesatare 9.500 euro. E kanë tani. E kanë. Ky do të çojë 1.200 euro. 2030. Rama ka qëllim të ul rrogat mësuesve. Jo, mos e interpreto kështu se ishte laps. E ma bëri gabim atë. Po laps andej, laps këndej del çobani fiskëllën, si është. Po mos bëj laps, ngel pse ja përmend lapsus të Berishës pra. Kur bën lapsus vetë. Aty e ka gabim, thënë drejt. Na bër 2 Joe Biden valla, njëri andej tjetër këtej. Aman, po them me gjithmonë isha la fiton bashkë tash. Na gjeti Belaja. Janë barabartë do të thosh. Le të kalojmë në një tjetër personazh politik. Ta ndrojmë krejt temën, të shkëputemi nga këta që janë marrë me politikë për kohë, kalojmë te një nga këta të rinjt, i cili nuk ka shumë mundësi të shprehet. Ilir Meta. I ri fare fringo po. I cili ka zgjedhur një mënyrë krejt ndryshe për të bërë fushat. Po, si mënyrë ndryshe i lejti. Po, aty ku është nuk është se ka shumë opsione, me thënë drejtën, për të zgjedhur mënyra të ndryshme. Po çfarë mënyre që nga ka ndryshe? Ja u them unë. Ilir Meta zbulon se si po bën fushatën. Dërgoj letra nga qelia. Letra? Si letra, çfarë ato letra? Po letra të shkruara me dorë, si? Po me dorë, pse ai do shkruaj me këmbë. Po jo, thanë do ishin letra me vlerë. Çiko çfarë thot? Fushata ime ecën me ritme të shkëlqyera, nga 80 deri në 150 letra në ditë. Filloi me 50 deri në 100 letra në ditë dhe do përfundoi deri në fund afërsisht me 200 deri në 1000 letra në ditë. Pas ka bërë kyçin gur ligë. Me artrit. Nëse gure ka pasur se ka qenë shtangist më duhet. Ore, po bën namin. Po bën i shtar dhapa ke merr pullat e postës i gjithë ditën me letra. Mbajnë me serum. Po dalë ku t'ia çon gjithë to letra ju. Po pra, ku i çon ku? Njerëz vëlla, në gjithë sepat e Republikës. Na, shikoj se më ka çuar edhe mua një. Jo, edhe ty. Ka mundsi. Ua, shisina. Letra sa jo. Ajo është plastik njërë me thënë drita. Është 2000 lekë. Po dëgjoj mua se ka një limit sa letra të fusin shumë ata në burg. Lekë të lëndin bashkë. Që kanë kaputur. Çfarë thot njërë? Për të jashtëzakonshmin dhe të madhërishmin të shkëlqyeri dhe të jashtëzakonshmin zotin Albano Bogdo. Që nga lavdërim domethënë, po të merr me të mira. Në një tjetër çfarë thot ajo letra? Po qa po përpiqet të lexosh më fal, qa ka shkrimin e keq, ka shkruar keq besoj. Nuk është me glasa zog, me kështu, me glasa. Me glasa, si pse me glasa? Po se i dërgon letrat në pullumb. Po qa po thua valla. Jam bërë si vezët. Po që nga si vezët e fshatarit. Ka stërvitur 1300 pullumba, na tha gazetari Interem, po. Problemi ishte i ka stërvitur si dërgojnë letra, nuk i ka stërvitur si mos të vjesin mbi letra. Se ja vë kështu midis shalve, ata vjesin rrugë nëse. Po pullumba ka kohë aty për të stërvitur. Zëre se lexova pa merak. Kalojmë tani nga teknologjia e mesjetës së ligës në teknologjinë e ditëve të sotme, mua një temë që më shijon shumë parasysh. Ku? Kina prezanton policin e parë robot me inteligjencë artificiale. Edhe ku na futet ça lajme. Po, robot. Polic robot. Po, shumë vonë janë ngujtuar me thënë drejtën, ëh. Amerika e ka patur Robocopin që në 90-ën aty. Mban më film aty. Çake, pse ngjet se ashtu? Jo, më zgënjen edhe mua shumë. Pse arritje leshi. Teknologjia pra. Po ne mezi po presim do robotët, si shohim filma që janë robot seksi. Këto që janë 3-4 femra e marrin në shtëpi. Ka nxjerrë policë keq për policën. Për këtë na edhe lajmin e teknologjisë, na thën këtë gjë. Po. Unë jam më kodë futar në fushën e lajmeve nga teknologjia, se përveç Kinës, jo ne. Teknologjia po ecën me hapa galopant edhe këtu tek ne. Kemi marrë edhe ne kështu robot policë. Shikojmë çik videon. Ndërkohë që vija sot, i kërkova shokut tim të mirë, ChatGPT-s, që të ndihmonte në fakt me një fjalim për ditën e sotshme.
Dhe ishte shumë interesante, sepse nuk ishte një ChatGPT normal, ishte ai boti ChatGPT-s që unë kam përgatitur që të di të flasi dhe të mendoj siç mendoj unë. I kam vendosur gjithë fjalimet e mia, madje kam shkuar edhe pak më larg, i kam vendosur fjalimet e kryeministrit, kam vendosur gjithë arritjet e programit tonë të kodimit dhe më bëri një fjalim shumë të bukur. Thoshte Shqipëria është e para në programin e kodimit, është nga vendet e vetme që e bën këtë program. E dëgjuat? E dëgjuam. Bora i ka vendosur ChatGPT-s si shembull fjalimet e Ramës dhe habitet që ChatGPT-ja nxjerr Shqipërinë të parë në botë për teknologji. Pra çudi e madhe. Shumë çudi, po pra. Imagjino ti fuste fjalimet e Enverit si do dilte Shqipëria. Po pra, forca e parë valla. Botrore. Gjithsesi, unë mendoj që dëmin Bora e ka bërë që në fillim kur e ka bërë chatbotin të flasë të mendoj si vetja e saj. Shumë e vështirë ka qenë, unë shumë kurioz jam ta dëgjoj njerëz si flet. Dëgjoj, kam bërë dhe unë një bot që kështu chatbot që mendon dhe flet si unë. E çfarë ditë? Jo, nuk do ta dëgjoj me thënë. Nëse do të arrish